ju duhet shqiptarëve për të garantuar përfundimisht lirinë individuale e para, për të garantuar përfundimisht barazim para ligjit, sepse sot garantët e vetëm të barazis para ligjit jemi ne, është Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk ka askush tjetër, që garanton proceset e nisura të institucionet të reja drejtësisë, që kanë të gjitha të metat e mundshme dhe të imagjinueshme, por që ama janë në rrugën e dur dhe që duhen mbështetur në atë rrugë me çdo çmim, edhe me marrjen përsipër të kostove. Ne nuk bërtasim për persekutim apo për padrejtësi kur institucionet e reja të drejtësisë godasin brenda nesh. Të tjerët pretendojnë që janë të burgosur politik, ose që janë parti të burgosur ish politik, ose që janë të persekutuar politik. Ky është dallim katastrofik për të ardhmen. Dhe e fundit për këtë pjesë, Bashkimi Evropian na duhet për këto garanci që Shqipëria dhe shqiptarët si kanë pas kurrë në historinë e tyre, dhe për herë të parë në histori Shqipëria dhe shqiptarët nuk do të jenë as në një regjim të imponuar nga të tjerët, shëndet fjalë vërtet Klos, dhe as nuk do të jenë në një qeverisje që mund të çojë drejtim paditur, duke u bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe për më tepër do të kenë ekstra atë që kanë vendet që hyn në Bashkimin Evropian, ku bëhet fjalë për ty në një familje të madhe, me disa të rritur dhe të fortë, dhe me disa më të vegjël dhe më të dobët, dhe ku të rriturit dhe më të fortët kontribuojnë që këta më të vegjëlit dhe më të dobët të forcohen. Janë dy kategori shtetesh: kontribusit neto dhe përfitusit neto. Kontribusit neto janë shtetet e mëdha, që japin nga vetja që përfitusit neto, siç do të jetë Shqipëria në momentin që hyn në Bashkimin Evropian, të marrin. Dhe po ju jap vetëm një shifër, vetëm një, se ka shifra tjera që do t'i ndajmë me njerëzit në këtë proces, 300 milion euro në vit ekstra për bujqësim, që vinë nga futja në Bashkimin Evropian. Dhe në total 1.2 miliard ekstra çdo vit për te i buxhetit dhe për te i të gjitha të ardhurave të tjera nga institucionet e ndryshme financiare. Kjo është pesha gjeopolitike e këtyre zgjedhjeve. Pesha e brendshme e këtyre zgjedhjeve natyrisht lidhet me ekonominë e 2030-s, lidhet me punën, dhe kur them puna kam parasysh të gjithë komponentët, që nga punësimi tek prodhimi, tek eksportet, tek puna e mirë paguar, lidhet me shëndetësinë e 2030-s, dhe do të na duhet të ndajmë me publikun hopin e ri cilësor që kemi tani më programuar për shëndetësinë, me arsimin e 2030-s dhe me drejtësinë dhe sigurinë e 2030-s. Për herë të parë, qysh nga viti 1990, ose nga vitet 90, kur ata që nuk e di se si e imagjinojnë që mund të rikthehen, shkatruan të gjitha bazat e industrisë ushtarake të Shqipërisë, ne po hedhim themelet e industrie të re ushtarake. Dhe në 2030 ne do të jemi një forcë industriale mes të gjitha forcave tjera të NATO-s, natyrisht në përmasën tonë ushtarake. Tani, duke ardhur tek partia dhe tek alternativa dhe tek çfarë duhet u japim ne shqiptarëve në këto zgjedhje,
është shumë e thjeshtë për mua. Në këto zgjedhje, ne duhet t'i japim shqiptarëve partinë më të vjetër në eksperiencë dhe partinë më të re në energji. Nuk ka parti të reja që mund të bëjnë 100-ën e asaj që bëjmë dhe mund të bëjmë ne si një forcë e re. Sepse nuk mjafton të kesh një altoparlant edhe vetëm të shash dhe të denigrosh dhe të protestosh duke u bazuar tek gjysmë të vërtetat që në thelb janë gënjeshtat më të mëdha, për të marrë përgjegjësi qeverisëse. Sot që mund ta shoh këtë nga eksperienca e gjithë këtyre viteve, them me vete çfarë kurajoje e pa imagjinueshme të jesh pa eksperiencë dhe të duash të udhëheqësh vendin, kur kujtoj veten time shumë vite përpara sa të bëhesha kryeminist. Kështu që sot ne kemi një eksperiencë që nuk e ka asnjë parti politike, që është gjëja që quhet garanci. Dhe sot ne kemi një kapacitet në territor për t'i dhënë shqiptarëve mundësinë të zgjedhin një parti të re, më të ren e të gjitha të rejave që janë në territor. Edhe numerikisht, kjo është shumë e thjeshtë. Duke votuar një parti tjetër, sikur të bjeri zari 3 herë te 6-ta, mund të kapësh një deputet të ri. Duke votuar këtë parti, mund të përfaqësosh nga një forcë me shumë deputet të ri dhe të reja. Kjo është shumë. Dhe ndërkohë, duke i dhënë vetes kapacitet të ri përfaqësues në parlament, i jep vetes po ashtu mundësinë që të kesh një qeveri të përforcuar me eksperiencë. Janë të dyja gjërat bashkë. Tani ne kemi bërë një proces për këtë, qoftë në raport me jashtë perimetrit partisë, qoftë brenda perimetrit partisë. Qysh se kanë mbaruar zgjedhjet, sepse ata që nuk kuptojnë, ose s'duan ta kuptojnë, po mund të them që dhe nuk e kuptojnë dhe nuk ju vë faj, si fitojmë ne, dhe pastaj janë veshin fitoret tona fantazive të tyre që tregojnë që në fakt ata kanë bërë të njëjtën gjë ose do bënin të njëjtën gjë po të ishin në vendin tonë. Pra do vidhnin, do blinin, do përdornin botën e errët e tjerë, se këto janë gjëra me të cilat ne jemi përballur. Dhe e dim shumë mirë se kush i ka bërë. Nuk kanë për ta marrë vesh. Ndërkohë që ne qysh mbas zgjedhjeve të shkuara kemi filluar punën për këto zgjedhje. Ndërkohë që ne kemi bërë një organizim tërësor të Partisë Socialiste. Kemi bërë një riregjistrim tërësor të Partisë Socialiste. Dhe nga ana tjetër kemi hapur një proces me pjesën e re të shoqërisë, të cilës i kemi ofruar platformën e deputetit që duam. Dhe nga diskutimet e bëra me drejtuesit politik, unë shoh me shumë kënaqësi që një numër jo i vogël i atyre që kanë hyrë përmes asaj platforme, që në raste të tjera mbas do ishte ardhur kur dita që ti konsideronte dikush si deputet mundshëm të Partisë Socialiste, do jenë në skuadrën tonë të 11 maj. Të reja dhe të rinj,
me vlera, me energji, dhe pa diskutim me një ndryshim shumë të madh nga çdo kusht tjetër që në emër të SRE-s i thot shqiptarëve mos i votoni këto partitë e vjetra. Me kapacitetin që përveç të res që përfaqësojnë dhe mishërojnë, të kenë dhe forcën për t'i vënë në jetë ato gjëra që duan të vënë në jetë, se për të marrë vota kot që në fund të ditës mos vësh asgjë në jetë se nuk të vjen radha të vendosësh gjë, është aftësi nëse i merr, po është budallëk nga ana e atyre që t'i japi. Tani, nuk kemi akoma përmbyllur të gjithë procesin, që natyrisht do të përmbyllet në kryesinë e Partisë Socialiste, por ajo që dua të ndaj me ju është e para, cili do dhe cila do për jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo po unë shkoj jo po. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste. Të parët. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të ri, dhe plot të reja. E dyta, diskutimi ka qenë, unë e kam shprehur dhe kam thënë që drejtuesit politik duhet jenë në listën e hapur. Problemi që më duket se ka argumenti im, është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë, dhe nga ana tjetër nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të garës, të ndeshjes nga ana jonë. Pasi drejtuesit politik do të ishin të fokusuar për të marrë vota për vete dhe me një status më të veçantë do të krijonin pabarazi vetvetiu dhe do të çorientojë gjithë skuadra. Ndërkohë që skuadrat e qaqeve do të jenë super kompakte dhe duhet të kenë drejtim politik dhe drejtuesit politik duhet garantojnë që të gjithë deputetët dhe deputetet që janë në garë të kenë një hapësirë të barabartë, sa më të barabartë. Dhe asnjë drejtues politik natyrisht nuk besoj kurrë që mund të futet në preferenca se për kë duhet votojnë antarët e Partisë Socialiste dhe qytetarët. Kjo është e padiskutueshme. Dhe natyrisht e njëjta gjë vlen në rastin tim, me thënë drejtën, as e kam pasur dhe as e kam shumë idenë se pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë. Dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak
ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Kështu që kush është në listën e hapur